Shqipëria po shpërbëhet. Veprimet që ka antikushtetuese, anti-shqiptare, për dhënien falas, deri tjetër, nëse nuk merr qira, ose nuk e ke shit me para, po e ka dhënë thjesht vetëm të investojë, është falje dhe tradhti kombëtare dashur. Pra, me Sazanin dhe Zvërnesin, populli shqiptar nuk merr asnjë lek qira, nuk merr asnjë lek për shitje, shitje dhe bele ka marr mafia, dhe populli shqiptar ngelet me gishtë gojë, dhe Izraeli do bëhet pasuri e izraelitëve dhe qëllimi i Sazanit është të bëhet Epsteini i dytë botror. Pa ka një fakt për këtë gjë? Ku e bazoni një gjë të tillë? Si s'ka, unë flas vetëm me dokumenta dhe me deklaratat që ka bërë vetë Kushneri e shoqja dhe gjithë bashkëpunëtorët që kanë punuar me radhë për realizimin e misioni, i cili fatkeqësisht kryeministri i Shqipërisë, si është mafios, me helikoptera zbret mes dhe në anije turistike luksoze bën takime me këtë mafje, ku hothi ideja para një viti gjysmë dhe sot është bërë realitet i fshehur nga populli shqiptar. Dhe tani që shpërthyen populli e pa thikën në zemër dhe u ngrit rinia shqiptare dhe tundet Amerika, Hollanda pardje, Italia, Gjermania, Greqia dhe sheshi i Shqipërisë. Dhe ky njeri a ka gjak shqiptare ku shqiptarët janë ngritur këmbë dhe thonë largohu, ne po e përsëris, kërkojmë me këmbëngulje, spakut ja kemi shumë me dokumenta, kërkesën urgjente, dhe jo vetëm ato që ka bërë tani, se ato që ka bërë tani ka bërë nga dokumentat tona, ka arrestoi 3 veta dhe blokoi 200 milion euro. Jo, të kërkoj urgjentisht heqjen e imunitetit dhe fillimin e ndjekjes penale. Edi Ramës, zonjën atjetër të arrestohet me njëherë dhe gjithë ata që janë në valle të arrestohen, dërsa gjykatës kushtetuese kemi kërkuar me shkrim urgjentisht të anullojë të gjitha marrëveshjet e Edi Ramës që ka bërë në territorin e Shqipërisë me të huaj që nuk janë kushtetuta. Ashtu si gjykata kushtetuese rrëzojnë marrëveshjen tradhtare të 250.000 kilometrave të ujrave të që u bë me Greqinë, dhe që tani Edi Rama në rektheu prapë këtë çështje, gjykata kushtetuese ka mbyllur dhe i na bie ministri i punës jashtë Shqipërisë sot, atë që ka qenë kryer negociator i kësaj tradhtie, dhe na erdhi ministri i Bordës nga Greqia, që ka edhe hartën e Greqisë brenda dhe këto ujra ku ne kemi rrëzuar me gjykatë kushtetuese. Tradhtia është shumë e thellë, me dhimbje të madhe. Sot në një koment thoshja çfarë po bëjnë ushtarakët në lirim. Nuk kanë nivele kulturore, shkencore, demokratike. Zoti Limaj, si mendoni, a shkon për te një investimi ekonomik rasti Zvërnecit, por më konkretisht ai i Sazanit, ku Edi Rama ka thonë se Sazani nuk është në shitje në një takim të fundit që pati me socialistët në 35 vjetorin e Partisë Socialiste? Qetë. Që të dalësh, që të thuash përfundimin dhe konkluzionin duhet të ndjekësh komplet. Gjitha intervistat ka dhënë Rama, ti ke regjistruar si kanë regjistruar unë, ashtu siç kanë të regjistruar në anglisht i Ivankës, të Kushnerit, të dy arabëve edhe të tjerëve. Dhe kur ti kesh para se pasqyr, ti radhitësh edhe çift të cilët e kemë dorëzuar në SPAK, janë mashtrime në gënjeshtra, sepse ai ka deklaruar që Sazani nuk është më pronë e Kushteri. Tani, pse ky zotëri marrëveshje që ka akoma të nuk e publikon dhe nxjerr komplet kush është marrëveshja, nen për nen, në që e ka marrë ai. Do i paguaj populli shqiptar, po ishte nuk ka marrë. Nëse ka marrë me qira, sa lek do paguaj për qira? Pra, ky thot na merre ishullit ti, pasi fitim populli shqiptar, investimi tjetër punë djalo, investimi tokë. Për tokën që ke marrë, çfarë do paguash? Ka ligje bota. Edhe Shqipëria. Çfarë do paguaj ky njeri që ka marrur këtë tokë, o me qira, o në përdorim, ose ka blerë?
Kupton, pra, kush I ha këto broshkulla këto Edi Rama? Pra, ishull zotëria ka falur, dhe me këtë ishull, do bëhen investime jo për mua për ty e popull shqiptar, se s'ju do të bën, por për oligarkët dhe mafjën botërore, të bëhet e psteni dytë, degjerimi botëror në ishull tonë strategjik. Prandaj me të drejtë, edhe Turqia tha, është ishulli I mbrojtjes së Mesdheut, është ishulli Otrantos që ka të bëjë me sigurinë e Mesdheut të Ballkanit dhe veçanërisht Shqipërisë. Shikoni historinë, kush e ka përdorur historikisht ishulli Sazanit, dhe kush ka luftuar gjithkohën ta ketë këtë ishull tepër madhor me vlera strategjike. Dhe Edi Rama nuk mund t'i them bili Shqipërisë tani, e jep pas përgjegjësi, fshehurazi një mafje. Mua nuk më duhet as Trumpi dhe as kush tjetër, mua më duhet atë dheu im, atë dheu babait, mua më duhet populli im, mua më duhet sovraniteti im, më duan fëmijët e mirë dhe gjithë fëmijët e Shqipërisë. Prandaj u ka pat mundësi të isha milioner dhe si në këmbë, se s'kan pranuar asnjë lloj korrupsioni dhe krim të organizuar. Nësa krimin organizuar Edi Rama gritin në sistem, ku 95% e pasurisë kombëtare e kanë vetëm 3.5% e popullsisë shqiptare. A kuptoni? Ai bëri genocidin ekonomik për largimin e 2.1 milion shqiptarëve dhe tani po na bie nga Afrika dhe nga Azia shëmbëtor, dhe do të vijë Izraeli të shfrytëzojë dhe të marrë tokën e Shqipërisë. Pra është strategji e shpërbërjes dhe shkatërimit të Shqipërisë. Nuk është një gabim, është strategji e filluar që nga vite 92, shkall dhe mbriti tani në sovranitetin e territorit të Shqipërisë. Shumë e thellë tradhtia, nuk janë llafe, janë fakte, do di. Populli shqiptar, ky popull I shkëlqyer me të vend të begat, fat keq për këta që paguan, duhet të vazhdojnë luftën me vdekje, jo vetë për rrezimin e tyre, para arrestimin dhe burgimin e tyre të përjetshëm dhe sekuestrimin e gjithë pasurive të kësaj bande kriminale që ka vjedhur të popull dhe ka lënë kaq të varfër. Janë 780.000 pensionistë, nga të cilët 500 kanë në 200.000, bëjnë luftë për bukë, ndërsa ata deputetët që komandon ai, u ka bërë 4.800.000 të ardhët mujore. Pra ka krijuar një oligarki politike, oligarki mediatike, oligarki financiare që kanë pushtuar Shqipërinë, llumi që po shkatëron vendin. Zoti Limaj, duke mbetur te ishulli I Sazanit, duhet të sjell një përmbledhje mbi këtë ishull nga arkivat amerikane, që besoj ju duhet ta dini, ku theksohet se ishulli I Sazanit është një shkëmb I thikë me një sipërfaqe prej 2 milje e gjysmë katror. Ai është prej graniti. Të ka dhënë Ivanka. Zonja Ivanka. Ta lexoj deri në fund, domethënë. Ka mund si pak I kam jo të tryoj. Unë ka gjitha të filmuara, të regjistruara, të gjitha komentet dhe çfarë është folur për Shqipërinë, Sazani që ka nga bota dhe me ato në vlerë shqiptare. Di shumë mirë kush e ka pas ishte Sazanit, ç'kan bërë para Osmanëve, si e kanë përdorur gjithçka. Dhe Ivanka na paskar në ishull dhe ka shëtit dhe kënë zbathur me 2.7 kilometra. Ivanka ka rap turizëm, se s'ka ku t'i shkojnë lekët dhe lekët, por kushteri nuk ka asnjë lek investim. 1.4 miliard euro I kanë 2 Arabi Saudite. Dhe fatmirësisht 2 kongresmen amerikanë në Kongresin e Amerikës diskutuan problemin e Sazanit tonë strategjik dhe akuzuan kushterin dhe shoqen e tij dhe Britën, sa thanë kushteri është për vetë tia për ndjekje penale për korrupsion në Amerikë. Pra dhe në Kongresin Amerikan. Duhet dishin gjëman. Mos mendo se nuk ka bi dhe bia Shqipëria që nuk flën gjumë natën, që shikojnë të gjitha burimet informative, I grumbullojnë në Shqip, bën informacione dhe ja dërgojnë shtëpisë bardhë në Amerikë, ja dërgojnë Kongresin Amerikan, ja dërgojnë NATO-s, ja dërgojnë shtetet alate. Nuk jemi qorra neve të na marrë në përkëmbë një Edi Rama
që nuk ka shkollë, një ignorant që piktor dështuar, kur ne jemi profesora, shkencëtar, general madhor. Zoti Limaj, a është ishulli Sazanit një çelës gjeopolitik mjaft i rëndësishëm në mesdhe? Është pika kyçe që lidh me Zeun me Adriatikun. Është ishulli më strategjik i rajonit. Prandaj gjithë paraardhësit e Perandorisë Osmane, dhe se Perandoria Osmane, Italia, shtetet e tjera, e kanë marrur me kohë të caktuara ishullin e Sazanit, dhe ishullin e Sazanit që ka marrë plot në vitin 1948 Enver Hoxha. Ishulli i Sazanit, ishulli i mbrojtjes strategjike të Shqipërisë nga sulmet aerodetare që vinë nga Mezeu dhe shtetet kufitare, bota e gjithë por i armatoset. Kur Trumpi ka ngrirë të gjithë bashkëpunimin ushtarak me shtetet anëtare të NATO-s në Europë, i ka ngrirë fare, në vend që zoti Rama të rrisi politikat e sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare, lere që ushtrimi ka lënë pasje avion dhe helikopter ushtarak, dhe në ndërton në Tiranë qytetin e Muxhedinëve kërcënim i madh, dhe në hap në Kushov gjoja njësinë taktike me 2 avion të furnizimit me ajër, pasi avion ushtarak, luftarak, apo jo. Na jep tani dhe hapësira toksore më strategjike të mbrojtjes së vendit. A ka tradhti më të madhe ai që di që është siguria kombëtare? A ka? Shqipëria është e zhveshur komplet, ja është libri më dorë, ja ato e ke. Libri ka dalë tani, lexoje, shikoje. Libri 9. Shikoje kapitullin e 2. Shqipëria, pafësitë e Shqipërisë pas sigurisë kombëtare.